Vajzat e mia shumë i du, jashtëzakonisht shumë dhe ato kanë plotësu jetën time. Mungesën që s'kom pas vajzë, e kom gjetë të nuset edhe të mbesat, se ka shumë vjera që janë gjeloze. Kjo ndodhë të personat egoist, që mendojnë vish për veti. Dënë me pas djalin vish vetin edhe mos më nda me kërkon. Po ndëgjoj diku është të tmerrshme, sa ndikim ka vjera në familje, ja prish jetën edhe djalit edhe nusës edhe krejt. Mendu mas pari për djalin tënë. Kur s'ka lënë mirë me nuse, djali është gjithmonë i dhënum. 3 fëmijë. 3 fëmijë. Po. I vajza djemi kini? 3 djem. 3 djem, mashallah. Vajzë nuk pas, ka? Atë mungon kjo që s'ki vajzë? Mungon shumë. Se di nana? Shumë kom pas dëshirë me pas vajzë, po që fati, zoti deshti që ashtu mos me pas edhe, çka me bo duhet mu pajtu. Kjo është jeta, Që është? Gjërat nuk vinë qysh naj dëshirë. Qashtu, nuk plotësohen kur krejt. Ato kërkesat e dëshirat tona, po kryesore 3 djemë të shëndetshëm, të mbarë, punëtor, ndershëm, që ajo është lumëturia ime. Me të pytash vajza nuk i, nuse djemë të akit partum? Po. A i donë, se vajza nuk e dinat njësin e vajzave, Si vajzat i du? Si vajzat e mia shumë i du, jashtëzakonisht shumë dhe ato kanë plotësu jetën time. Mungesën që s'kom pas vajzë, e kom gjetë të nuset edhe të mbesat. Kom 3 mbesat tash dhe një nip, kështu që jam shumë e lumtur. E kanë zemërsuar për shllakun tuaj? Po, shumë, 100%. Janë shumë të mira, shumë sjellshme, shumë dashtuna. Unë jam mundu me qenë e mirë me to, ndoshta edhe për ata i kem raporte të shkëlqyeshme. A i vjerë vështirë? Jo, nuk ju përzi na fëmijëve, asnjëherë s'ju kom përzi. Ata kanë jetën e vetë, ne jem gjenerat tjetër, kem tjera mentalitet, tjera qëllime, tjera zdi që shme të thanë, nuk përshtatem, ata i kanë tash pëndrojnë gjeneratat edhe ndronë edhe çdo gjatë tjetër. Jonë ma të shkollum, ma me interneta, me ato në fort nuk kemi pas këso, kështu që krejt ma ndryshe. Kështu që... A mendoj që fëmija kur të martohen djemët, anojnë ma shumë ka gratë, si të familja? Une nuk e kom vrejt. Sa thonë? Thonë që ashtu, se ka shumë vjera që janë gjeloze. Sa gjelozojnë të gjenusat? Gjelozojnë se janë, une mendimi jam është, kjo ndodhë të personat egoist, që mendojnë vish për veti. Dënë me pas djalin vish vetin edhe mos më nda me kërkënd. Po është normale a i me nda, unë jam shumë e lumtur që ajo ka gjetë dikone që e dëne, që e kalon mirë me ta, unë nuk muj me i pat t'i dhënum me zveti nusën me djalin, me të vërtet. Kështu që as ju kom përzi, as çdo gjë në rregull, domethënë, nuk ka asnjë, po çka po ndëgjoj diku është e tmerrshme. Sa ndikim ka vjera në familje, ja prish jetën edhe djalit edhe nusës edhe krejt. Duhet me mendu mas pari për djalin tënë. Kur s'ka lënë mirë me nuse, djali është gjithmonë i dhënum. Kur ka lënë mirë me nuse, djali edhe me ty edhe me nuse është mirë. Kështu që mos me vujt djali, se ka njëherë ndodhë disa gjana që na i shohim pak ma ndryshe, po toleranca është me rëndësi. Duhet toleru, duhet kuptu, se nuk mund të mendoj çdo njeri sikur na. Ka mendime të ndryshme, qëllime të ndryshme, kështu që... Sa i tolerante ti? Sa i tolerante? Shumë jam tolerante. Shumë edhe shumë vështirë i dhënohem. Shumë vështirë, toleroj, kur arrin një pikë, atëherë mo përfundon gjithçka. Po, jo që i dhrohem, jo që e pshi atë person, po e di kush është edhe kom shumë ma letë me ta mu përballë. Që kjo është. Që e kështë të në fund kretin e vjara, që në pak si gjeloze, kështu që e tha dhe vetë, një këshill që e kështë dhe. Ju kisha thonë, leni fëmijët jetojnë jetën e vetë ashtu si dëshirojnë ata. Normal që duhet mi këshillu, duhet mi u tregu rrugën e drejtë, po ne ka njëherë nuk dim, ata din ma mirë se na. Çka ju duhet në jetë, qysh ju duhet.
Sa interviste e shijova, grua është shumë e zonja. Më me thonë edhe grua shumë që po ecke përpara me gjithat. Faleminderit. Unë e kom punu 35 vjetë kom qenë gjyqtare. Po, kjo është Shtu që kom pas baj edhe me barazi gjinore edhe me barazin përgjithësi me drejtat njeriut e këtu, kështu që prej fillimit e kom pas këtë ide edhe kjo përshtat me mu. Faktikisht ato që kom mendu unë e kom gjetën këto ligjërata, trajnime, gjatë punës, kështu që besoj që jem okej me gjithë, s'kom farë probleme. Lumë si ne që kemi kësi gratë të zonja, që esim për para që i kuptojnë gjërat tash mas miri. Faleminderit. Jo të shëndes të remat mirat.